Javën që lam pas, Flamur Noka u paraqit në SPAK. Apo shkoi drejt arrestimit të tij? Ti me realist, unë asnjëherë nuk kam pasur edhe nuk kam ndonjë besim si qytetarët tanë që duan të shikojnë politikanët tanë në burg që të ikin nga politika. Unë jam i qëndrimit që politika duhet të ikë nëpërmjet ndëshkimit qytetar nëpërmes votës dhe politikanët të japë llogari qytetarëve po ashtu nëpërmes votës. Spaku, unë jam i bindur që edhe të kemi arrestimin e zotit Noka, jam i bindur që Spaku punon që të ndihmojë sa më fort dhe sa më mirë Partinë Socialiste, sepse Spaku në 11 maj na tregoi qartazi është një ndër institucionet më, do të thoja më të nuk e di, nuk ka kryeministër në botë të jetë kaq shumë i dashuruar me Spakun se është zoti Rama, që të ndihmojë kaq shumë zotin Rama, që të pastrojë gjithçka që zoti Rama ka për rreth vetes tij. Pra do të thotë Spaku, edhe sikur të arrestoj dhe zotin, unë nuk do të kem dyshime që Spaku punon që të jetë Rama gjallë. Pra do të thotë që e gjitha ajo që unë mendoj është kjo që do të them pak me një botkuptim tjetër. Çfarë do të thotë ju thatë për zotin Noka. Normalisht edhe sikur të arrestohet zoti Noka, normalisht Spaku do të punoj për Partinë Socialiste. A mund të më thoni diçka, ju lutem? A mund të flasim pak për Partinë Socialiste, familjen e saj që është goditur nga Spaku? Zoti Noka mund të arrestohet, mund të ndalohet, mund të procedohet, mund të ketë çdo gjë tjetër që ka të bëjë me kallëzimi që është ndaj tij apo për krimet zgjedhore, sepse ai me sa të kuptova unë deklaroi që ai është pyetur për krimet zgjedhore. Mund të jetë edhe diçka tjetër fshihet në mes. Mendoj se fshin shumë gjëra sepse zoti Noka normalisht është kallëzuar penalisht për arsye të fshehjeve të ardhurash, mos gaboj, nga një informacion që pata e lexova në një gazetë, mos gaboj, ose në një portal. U duhet keni parasysh diçka që Partia Socialiste, ose më mirë Spaku, që është pjesë e Partisë Socialiste, unë kështu e besoj dhe s'maj asnjëherë nga mendja këtë gjë, punon ashtu siç duhet punoj, që të procedoj Berishën, pra Dhëndrin e të tjerë, të procedoj Nokën e të tjerë, mund të procedoj edhe Gazmend Bardhin e të tjerë, po Gazmend Bardhi do të thoja një diçka dhe një vërtet shumë më të bukur, sepse është ai i cili don dhe dashuron Spakun, edhe po arrestu Gazmend Bardhi nga Spaku, do të thotë që nuk e di se si do të shprehë në seancën e ndalimit të tij dashurinë ndaj Spakut. Gjithsesi është gjë tjetër kjo. Po për rastin e zotit Noka, unë mendoj se e gjithë kjo që po luhet është një goditje, do të thoja tek opozitës në tërësi, sepse nuk mundet ne të presim që Spaku të godasë opozitën, edhe kur ne shikojmë që Spaku godet opozitën, ne themi që do të godaset nga krau tjetër. Ky është gabim. Edhe shikoj vazhdimisht tek njerëz që bëjnë analizë, njerëz që janë edhe fushës së drejtësisë. Nuk dua të them që disa të fushës së drejtësisë nuk kuptojnë, por ata unë mendoj se do vi shtatori dhe Rama mund të bëjë ministra të marrin në telefon, edhe i bën fresk nga mes deri ndark Spakut edhe Ramës, sepse Rama i ka thënë urdhër të gjithëve që mos godisni Spakun, dhe ata nuk e godasin, por gjithashtu dhe raste që dhe zoti Noka fillimisht nuk e godiste Spakun, por tani duhet ta godasë në rast se do të preke nga Spaku, por para se Berisha të procedonte, Noka fliste për Spakun që kishte besim, ju kujtojmë intervistën, sepse duhet t'ia kujtojmë njerëzve se kanë hallet e tyre dhe normalisht njerëzit 3 ditë gjatë lajmit, pastaj harrojnë. Zoti Noka para se të arrestonte zoti Berisha ose të procedonte me dhëndret e tjerë, ishte krah zotit Lulzim Basha dhe thoshte unë kam besim te Spaku, Spaku do të pastroj këtë politikë të kalbur dhe kështu me radhë. Edhe në rast se do të arrestohet, normalisht do shkojë në seancë dhe t'i thotë seancës të mas sigurisë se sa i drejt ka qenë qëndrimi i tij në raport me arrestimin. Por unë dua të them diçka tjetër, se nuk më intereson arrestimi, se s'ka vlerë fare pjesa e arrestimit. Më dëgjoni, nuk ka fare vlerë. Unë dua të them këtë gjë nga ana e Spakut. Arrestuan Sali Berishën për korrupsion pasiv. Vendosën në burg për korrupsion aktiv dhëndrin e tij. Mirë, e funë në arrest në shtëpi. Pyetja ime është kjo.
Erion Veliaj është në burg për korrupsion pasiv. Jemi dakord? Po ata të tjerë që janë për korrupsion aktiv, pse janë në burg? Pra do të thotë SPAK-u, çfarë është? Institucion i cili përgëzon korrupsionin, pra ata të cilë janë aktiv, i lënë që dalin jashtë edhe të bëjnë namen duke korruptuar të tjerë, dhe ata të cilët janë pasiv, i fut në burg thjesht për të shënuar statistika dhe shifra. Pra do të thotë që qëndrimi im është i njëjtë, nuk ndryshon, arrestojnë Berishën, arrestojnë Metën, arrestojnë Nokën, arrestojnë Albana Vokshën, arrestojnë Gazmend Bardhin, arrestojnë çfarë të duash ti, unë jam i bindur që SPAK-u arrestimin do ta bëj sepse duhet të kënaq shifrat dhe të kënaq popullin, që populli nuk i don, por unë i them popullit ton të dashur që arrestime i bëni hero, ndërsa me vot i bëni frikacak dhe varfanjak. Pra, mos i votoni, se është ndëshkimi i duhur. Në rast se i fusni në burg, ju i keni bë hero. Kaq kam me thënë për sa i përket pjesës së sotit Noka. Për pjesën e SPAK-ut, duhet të keni parasysh që SPAK-u është një institucion në interes të zotit Rama, sepse SPAK-u në 11 maj ka bërë gjithçka që zoti Rama të qëndrojë në krye të Partisë Socialiste dhe në krye të pushtetit ekzekutiv. Avokat, gjykata vendosi që zoti Meta të vazhdojë të qëndrojë në burg. A duhet ishte marrë mas tjetër ndaj tij kur kemi një kohë të gjatë që ai po qëndron prapa hekur apo? Zoti Meta është në burg sepse partia e tij e futi në burg, të jemi realist, dhe nuk e futi padrejtësia e tij apo krimi i tij apo diçka që thuhet kundër tij, po pa dokumenta, po thjesht në amendësim. Për shembull, për ne avokatët thonë që jemi të korruptuar, për gazetarët thonë që jemi gjëvënës, për politikanët thonë që janë politikanë mëjes të narkë të korruptuar, ndërsa për politikanët që janë të korruptuar, ka një pjesë e shoqërisë tonë që i voton përsëri këta të korruptuarit dhe në fund fare dalin edhe na thojnë ne pse këta të korruptuar qëndrojnë akoma në politikë dhe pse nuk vjen një ndryshim i ri. Në 11 maj u ishin 11 parti politike kandiduan dhe përveç kësaj ata me zor morën në një mandat dhe në fund fare populli jon u kënaq, u dashuruar do thoya në një farë mënyre me ndryshimin që nuk ndodhi, kjo është ironi, por u dashurua me qëndrueshmërinë që ama kush të vim tjetër sepse ç'a të bëjmë edhe ai hajdut mund të jetë, më mirë mbajmë te hajdut, pa ha të paktën ky e pranon.